mëngjesi, sa po quam vajzën në qerdhe, dhe tani do bëj një kafe, pa tjetër. Do nisim ditën me kafe sigurisht. Kur isha në Itali, bëra ristokun tim të kapsulave dhe kam blerë disa kapsula të reja. Mora shien që unë pi zakonisht, që është karamello. Mora këtë me yuzu vanilla flavored. Mora dhe një coconut vanilla over ice me arë kokosin. Unë i kam provuar të dyja këto sigurisht. Kjo me yuzu nuk është se më pëlqeu, po as nuk më pëlqeu, ndërsa kjo me coconut ishte shumë mirë, kështu që këtë do bëj. I futa pak shrub vanilje, qumësht edhe akull dhe tani është gati për të shijuar. Yum. Pasi quam vajzën në qerdhe, mora edhe një pako dhe do ta hap me ju një sekond ku e lash. Sot kam për të rregulluar dhe për të pastruar shtëpinë, se është bërë për të pastruar. Ndjes për shurma, po bëhen punime. Po thoja që duhet të pastroj shtëpinë sot. Është për i bret. Por gjithsesi hapim këtë pako një herë. Kam bërë disa porosi në fakt. Por nuk më kanë ardhur të gjitha dhe kur bëm kështu disa porosi, harron të çfarë ke porositur. Kështu që le të shohim së bashku çfarë kam porositur në këtu. Okej. Sa do gëzohet Raeli për këtë? Është një kështu pistolet që bën flukska. E mbush këtë me atë solucionin. Dash ka edhe bateri kjo këtu. Edhe ka marrë një kështu kapse flokësh. Shkojnë sa kjo që qënë ka më lezetshme, se është dhejta pak e kuqe aty, po nuk kisha të vendosja kamerën tjetër. Kam marrë edhe një çarçaf sateni, pa ta marrë vjet, edhe më pëlqyen, kështu që mora një ngjyrë tjetër. Nuk po më duket i njëjti material. Raelit një palë këpucë për në balet. Shpresojnë dhe me thënë që t'i bëj. Shikoni sa se dia ju thash, por e kemi futur në balet Raelin. Kështu që mendoj se i duheshin një palë këpucë. Po kjo çfarë është, që ka mbështjellë ashtu, kjo është e fundit. Një tjetër kapsula, sa e vogël që shumë ka.
Që ka shumë e vogël. Kjo bie nuk mbani, është e vogël. Ndoshta është thjesht për një gjysmë kapje. Jo, ma as për gjysmë kapje s'bën kjo. Më duket se do marrë disa refund unë tani. Ditë e re dhe kemi këtu 3 pako të tjera për të bërë unboxing. Paka shumë, këtë video po e bëj një kështu unboxing komplet. Kam bërë goxha porosi. Një mendje më thati hapja direkt, mos të prisja fare. Por pastaj thash, jo. Qa kam porositur, qërë është një kuti, po, hapim të me qënë se kemi të parë. Kam porositur 2 klofe jastiqesh, më ndafshi, kam blerë goxha nga këto në Temu, edhe më kanë pëlqyer, kanë qenë vërtet cilësore, edhe shikoni, edhe kjo është shumë bukur. Edhe ajo që unë shikoj gjithmonë, përveç materialit do me thënë, është edhe qepja. Kur ka një qepje të mirë, do me thënë pa defekte, pa shtrëmbërime, më pëlqen shumë. Kështu që qenë kanë vërtet të këndshme. Te kjo kutia këtu, bleva një palë këpuc vjeshte për Raelin, shikojni pak sa të bukura. Shikojni pak sa të këndshme që janë, shumë cute për kur të filloj kopshtin. Raeli aktualisht është në ditët e saj të fundit të çerdhes. Gushtin do ta bëjmë pushim dhe pastaj në shtator futet në kopësht. Edhe shikoni sa të bukura që janë. Urotja kem qelluar pak me numrin, se nuk u mata nga numri, po u mata nga gjatësia e këmbës. Pra i mata këmbën me metër. Qikoj mami të pëlqej? Këpuc Leli? Të bukura për në kopës? Bashkë mami? Da shofim që ka këtu. Dhurata Viki. Ka Viki ditëlindjen. Happy birthday Viki. I mora një kështu varse qetësash për çantën, se Raeli është e fiksuar me Belsën. Kjo dhurata Vikit, mami, nuk do ta hapim, do ja çojmë Vikit. Të fustan princeshe. Raeli e ka fustanin e princeshës, do ja çojmë Vikit. Okej? Shiko, kjo është e Lelit. Kush është? Esa! Wow! Mora dhe një palë vëth, që në ka shumë të bukur, do t'i vendos tani këto. Do sofi që vishë mami? Nuk e kam thënë dhe njerë këtu, po unë jam e fiksuar me Egjiptin e lashtë dhe gjeta një palë vëth, like, shikoni sa të bukur. Fantastik. Okej, mendoja se do ishim pak më të mëdhenj, por... Hapi, mami! Hapa! Prit, jo, atë nuk do ta hapi, mami, se është e Vikit, të thash, mam. Do ja bëjmë dhurat për ditëlindje. Hapi. Jo, Raeli ka. Jo, mami, do ja pëqëm Vikit, do ta hapi vetë Viki atë. Okej. Shëndet! Shëndet! Shikoni.
Një perëndeshje gjithë tjera. Happy. Me japim pastaj. Vicky. Jo, po. Ka marrë dhe ca stikera për laptopi, po prit se jam mos e ka vënë gabim, duket e ka vënë mbrapshi ose ka vënë mbrapsh. Dhe kjo duhet të vendosur kështu. Sa të bukura mami, më pëlqejnë shumë. Sticker. Yes. Për mami? Për mamin, po. Vetëm se pas kam të kapë që të vështirë kështu për të futur. I kore ginger. Nice. Okej. Mam qaki tu të tonta. Ja do të hapim tani dhe ato. Dhe këto stikerat që mora, për kështu për ndonjë fletore, për laptopin. Janë me kështu. Me Egyptin. Mami, hapi të mami. Po, mami do të hapim dhe atë, po për... Po Vicky, happy birthday. Po, është për Vicky me happy birthday. Tani kemi edhe pakun e fundit, që shumë ka një kutini. Shopi, mami. Po, do të shtopim bashkë. Është seti I matchës. Mora një set matchë, duke që se kam filluar të pi matcha që kur isha nga motra. Dhe bleva një nga këto setet. Prit mami se thyet kjo, prit. Prit për ta tregon dhe të kamera. Okej, pas kanë paketuar mirë. Gjithmonë këto do temu si paketojnë mirë me të të drejtën. Kështu që ja tek është seti prit. Ha. Okej? Mundet tani? Është seti me 4 pjesë. Kemi prit. Kemi këtë tasin ku përgatitet matcha. Kemi rrahsen e matchës. Nuk të hapim ato. Kemi lugën e bambus. Kemi edhe këtë gjën e lezetshme ku qëndron kjo. Këto detajet shumë të lezetshme. Tashmë jemi kthyer nga pushimet. Si që thash, vendosëm që të vit të shkonim në Himar për të kaluar pushimet familjare bashkë me vajzën. Nuk është se u kënaqa dhe aq shumë me thënë të drejtën. Për më tepër që na zuri edhe ajo stuhia, besoj se e dëgjua të stuhin që bëri nami në Sarand. Kaloj edhe nga Himara, nuk ishte aq e fortë, por ishte disi. Dhe unë qëllova në rrugë në ato moment bashkë me gocën dhe ishte vërtet shumë e frikshme si situatë. Erat ishin shumë të forta, gjëra që fluturonin sipër dhe më zuri një panik. Doja thjesht të shkoja në hotel dhe e kishim pak larg hotelin nga ajo shëtitoria e Himarës ku ne ndodheshim. Dhe kështu do më thënë kemi ecur gjithë frikë, gjëra që fluturonin sipër, rëra që ishte ngritur dhe na mbushte syt, dritat që ikën. Kur e mendoj tani, them se bëra gabim dhe ishëm me fat, do më thënë që s'na ndodhi gjë, po bëra gabim që nxitova për tek hoteli. Më e mira në këtë rast do kishte qenë që të kisha gjetur thjesht një stre dhe të kisha ndetur aty derisa të mbaronte gjitha kjo. Por që nuk e di, në ato momente thjesht doja të shkoja në hotel, por shqyr zotit nuk na ndodhi gjë. Urojt mos më përsëritet me një situatë e tillë, por nëse më përsëritet nuk do të bëjmë këtë gabim. Ishte shumë e frikshme, përpos faktit domethënë që isha edhe me gocën. Kështu që më la një shqe pak të keqe ajo gjë,
dhe të nesërme nuk dola. Nuk dola mbas dite, vetëm pak aty poshtë hotelit. Nuk bajta ndë nga shëtitarja. Ne kishim hotelin diku aty në mes ku shkon për nga Potami, kështu që kush ka qenë në Himar e din që do pak rrugë për të shkuar deri tek shëtitarja. Edhe kështu do me thëmë pushimet tona, nuk filmova gjë gjatë pushimeve, sepse ishim dhe me pjesëtarë të tjerë të familjes edhe doja ta shija tamam pushime, ndërkohë që nëse filmoj, nuk quhen pushime, por quhet punë. Kështu që nuk filmova asnjë gjë, kemi ca kohë që jemi kthyer. Dhe jam marrë me dhomën e Raelit, kishim bërë plan që këtë vit do ta rregullonim. Kemi domethënë shumë kohë që nuk është se kemi trajtuar si dhomë të mirëfillt, më shumë është si dhomë loje, ku ajo ka lodrat e veta, ka dollapin me rrobat, edhe thjesht kaq, domethënë, po nuk ka krevatin e saj. Krevati i saj ka pas qenë më përpara tek dhoma jon, kur ajo flinte në krevatin e saj, dhe pasi u rrit pak më shumë, edhe kuptoi që ka më mirë se krevati i saj, pasi kur ka qenë sëmur e mbanim në krevatin tonë dhe ajo mësua aty, kështu që tashmë që prej asaj kohe mund të ketë qenë 1 vjeç e gjysmë, çik më shumë se 1 vjeç e gjysmë, që fle në krevat me ne dhe besoj e kuptoni që tani në verë nuk është shumë shumë e pëlqyeshme, plus që fëmijët edhe lëvizin shumë, kush fle me fëmijë e di. Që donim t'ja rregullonim dhomën, t'ja bënim një dhomë të mirëfillt, t'i vendosim dhe krevatin e saj dhe avash ta shpërngulim aty. Si ka shkuar shpërngulja? Le të themi që nuk ka shkuar edhe aq keq, sepse e shtri në krevatin e saj, e zë gjumin në krevatin e saj dhe qëndron aty deri rreth orës 3 të natës, me sa e pash një natë. Netet e tjera nuk e kam kontrolluar orën, po një natë që e pash ishte diku 3, dhe rreth orës 3 ajo çohet edhe vjen sërish te krevati jon, kështu që në mëngjes shemi sërish të gjithë bashk, por që një pjesë gjumin e bojmë rehat. Okej, bërë edhe këto lëvizjet që kur ka ardhur për shembull njëri nga ne ka kaluar te krevati i saj në mënyrë që të flim pak më rehat, por është e pamundur, nuk është zgjidhje kjo, sepse ai që qëndron në krevat, ai do ta pësojë sepse ajo sërish vjen e ngjitet. Nuk e di pse ka shumë dëshirë që të ngjitet, edhe pse zhvap ajo do të ngjitet. Edhe kështu po shkon. Ndërkohë, kam gjetur një kështu fletore për shadow work. Unë kam rreth, nuk e mbaj mend mirë saktësisht, po duhet ketë diku tek 8 vite që kam filluar rrugëtimin drejt spiritualizmit. Edhe një gjë shumë e rëndësishme është shadow work. Nuk është se nuk kam bërë më përpara e kam bërë, por nëpërmjet meditimit, nuk e kam bërë ndonjëherë kështu me të shkruar, meditar. Kështu që thash pse jo mos ta provoj kështu meditar. Unë nuk kam qenë ndonjëherë fan se editareve, që kur kam qenë adoleshente, për shembull që aso kohë disa vajza mbanin editare, unë nuk kam qenë shumë fan se editareve. Sepse gjithmonë kam menduar që editarja është një si punë leverage, nuk po di si ta them në shqip, po praktikisht që është diçka që mund të përdoret kundra teje nëse dikush e gjen, domethënë. Ndoshta kam parë shumë filma dhe e shoh me këtë mindset, por kështu e kam parë dhe nuk kam pas qef kur të mbaj editar. Praktikisht, për dikë që nuk e di, shadow work është do me thënë një si lloj terapie ku ti përballesh me ndjenjat e tua negative, me ndjenjat e tua që nuk të pëlqejnë, por që ti i ndjen, dhe nuk është mirë që as të ndjenjat të shtypësh, po duhet ti çlirosh, ti pranosh dhe të kuptosh domethënë se si të largohesh prej tyre. Gjithashtu ka të bëjë edhe me traumat e fëmijërisë,
gjërat që mund të kesh pasur gjatë jetës, të cilat sigurisht ndikojnë edhe në jetën e tanishme, kështu që prandaj është shumë e rëndësishme që të ballafaqohesh me to, të shërohesh që të vazhdosh jetën në mënyrë pozitive. Kështu që unë këtë jam duke bërë tani. Raeli është pushim, ka qenë nga gjysma e korrikut edhe deri në shtator do jetë pushim, por sot e kam marrë Reni në punë, kështu që unë kam pak kohë që të kujdesem për veten. Ky është sistemimi i radhës i dollapit të Rael që funksionon si për lodrat edhe për rrobat. Për lodra i kam lënë vetëm këto 2 koshat këtu. Kjo ka kështu pellusha të vegjël dhe kjo ka kështu xhingla gjëra, ndërsa këtu i kam vendosur çorapet. Dhe tek këto kutit këtu lart i kam mbledhur disa lodra të tjera me të cilat nuk është se luan shumë, kështu që unë jam mbledh që të mos jetë shumë e hallakatur. Dhe këto lodra këtu zakonisht Raeli ka qejf të luaj me kukulla, këtë unicornin dhe këtë shtëpinë e kukullave, ka shumë qejf, kështu që është e kotë që lodrat e tjera të qëndrojnë. Patjetër kemi dhe fustan balerin, princesh, një kështu mantel, flutura, çanta, gjëra vajzash domethënë. Kemi dhe këtë koshin tjetër këtu me pellushe dhe kuklla. Dhe tani le të kalojmë tek krevati. Ky është krevati i Rael, i realizuar me porosi nga Lugano Home Collection. Dhe është sinqerisht shumë i bukur. Ka dhe një krevat tjetër këtu poshtë që tërhiqet në rast se vjen dokush për të fjetur, ose dhe për ju që keni 2 fëmijë dhe keni një dhomë të vogël, nuk doni shumë vend, ky lloj krevati do t'ishte shumë praktik. I blem dhe një komodin tek Jysk, kemi dhe pasqyrën e princeshës sepse don të shikohet në pasqyrë. Kemi edhe perdet pink, po perdet nuk e kam hekurosur sepse ishte shumë vap, të më ndjeni. Këtu lart i kam vendosur disa drita në formë yjesh, nuk e dija dallohet, janë me baterie, kanë këtë pjesën e baterisë të mbrapa. Do t'ju tregoj në errësirë se si duken. Ja si duken edhe dritat me yje atje. Duken shumë lezetshëm natën si një dhomë zanash, por Raeli ka më shumë qef këtë. Ja lë këtu në cep. Edhe patjetër tani është ditë dhe nuk duket, po në darke të gjithë të faqen e murit e projekton me këtë figurën këtu me unicorn, që Raeli ka shumë qef unicornet, nuk e di pse. Ndoshta nga e kuqja duket më mirë, po bëhet edhe këtu tek tavani dhe kështu e zgjumi, domethënë me këtë dritën. Kemi këtë shtëpizën e famshme që e ka pasur Qëmoti, reziston akoma, besoj na shtyn edhe për disa kohë, aty ka futur kukullat e veta. Jam munduar të bëj më të mirën, domethënë me këto lodrat e saj këtu. Këtë kalin nuk është se ka shumë qef, nuk është se ka përdorur shumë, por nuk e di ku ta çoj, nuk dua ta heq sepse mua më pëlqen, ndoshta më vonë mund të luaj. Kemi këtë zanën. Kemi dhe këtë karrocën e kafes, me të cilën Rael luan shumë. E pati marrë dhuratë kur ishte 2 vjeç dhe vazhdon luan që atëherë me këtë, domethënë. Kjo është një investim shumë i mirë, të paktën për Raelin që ka qef këto gjërat e shtëpisë.
Dhe praktikisht, kjo është e gjithë dhoma e Raelit. Tani mendoj se ka ardhur momenti për të bërë drekën, sepse po më hat shumë. Do bëj ca makarona, kam një salcë shumë të mirë që më pëlqen shumë me tartuf. Edhe këtë do me thënë një gjë të shpejtë se di që mbarova dhe duke rregulluar, duke sistemuar dhomën e Raelit, nuk kam nerva të rri të merrem aty më gjatë. Kështu që do ju lë këtu. Bashkë shihemi në vlogun tjetër. Mos harroni të bëni subscribe, like, share. Mos suportoni sa më shumë që të bëj sa më shumë video. Paqim. Let's go! I'm a lindo, let's go! Alright?